Në ordinancën e seksologjisë libido në Prishtinë, vazhdojmë ende me ofrimin e shërbimeve të problemeve nga fusha e seksualitetit human dhe fusha e seksologjisë me një numër të pacientëve të konsiderueshëm që vinë me kërku shërbime për probleme të ndryshme, varësisht prej moshës, gjinisë, statusit martesor, edhe probleme dallojnë. Kohëve të fundit është rrit një fluks i pacientëve goxha dhe kryesisht i pacientëve që kanë ardhur në vendlindje për pushime, që kanë ardhur nga Morgata. Ata vinë me qef dhe vinë me shpresë që kanë me gjithë problemet e kësaj natyre. Arsyeja pse vinë më shumë tash është sepse atje me siguri ku jetojnë e punojnë e kanë pak më të vështirë, edhe me gjithë seksologun, edhe me u shpreh në gjuhën që ata e flasin atje. Është evidente që shumica nga ata nuk e zotnojnë mirë gjuhën ku jetojnë e banojnë, dhe kjo natyra problemeve të seksologjisë është shumë komplekse, edhe problemet, terminologjia është shumë specifike, dhe kur vinë këtu, shprehen më lehtë, shprehen më mirë, edhe nuk e kanë atë turpin me fol me dikon të huaj për problemet që i kanë. Është me theksu që problemet edhe tyne janë prafërsisht të njëjta me këto probleme këtu, nuk dallojnë shumë, përveç disa nga ata që kanë probleme për shkak të stresit vazhdueshëm, natyrës punëve që i kryjnë, edhe kohës së shkurtë që kalojnë me partnerët e tyne. Kur i pyes sa punoni ose çfarë mënyre kur është koha që kryeni marrëdhënie seksore, shumica nga ata thonë që punojnë 12 orë. E një person që punon 12 orë është goxha vështirë me gjetë forcë edhe pak, me gjetë kohë, edhe me u përkushtue për me kryer marrëdhënie seksore me partnerin që është duke e pritë. Kjo përkesuat edhe më shumë kur punojnë të dy partnerët. Dhe kohën e takimit tyne shpeshherë nuk e kanë të njëjtë. Njëri punon para ditës, tjetri mas ditës ose mëndrimet natës, dhe kur i pyes për shpeshsinë, sa herë kryen marrëdhënie seksore, shumica thonë një herë në javë ose në 10 ditë. Dhe nëse ka ankesë ejakulimin e parakohshëm me këtë shpeshësi të marrëdhënieve seksore kaq të rrallë, është e kuptueshme që është goxha problem me i trajtue dhe me ju tregue që nëse dikush thotë që bëjnë marrëdhënie seksore një herë në 10 ditë ose një herë në 2 javë, edhe pret që marrëdhënia e parë seksore më gjatë është gati e pamundër. Prandaj i japim këshilla dhe i udhëzojmë. Disa nga ata kanë dëshirë me i plotësua atë pjesën organike, me pa që fizikisht janë mirë, i orientojmë në laboratore, bojnë analiza, i marrin konsultimet e nevojshme dhe zakonisht janë shumë të kënaqur. Këshilla më shpesh për ta është rritja e intimitetit edhe rritja e kohës që me kalu bashkë me partner. Kjo është ajo që ju mungon aty në atje. Për shkak të tash natyrës punës, ata duhet me punu shumë për me mujtë me mbijetu atje, dhe rrjedhimisht pasojat janë që kanë pak kohë për njëri tjetrin, nuk kanë kohë shumë për me i kushtue jetës seksuale, por shumica nga ata, për mos më thonë që e bojnë veç sa për me bo, është mu vjen keq që nuk kanë mundësi me e shfrytzu atë kohën e rinisë tyne që e kanë kohën e jetës kur e kanë epshin në rol seksual, pra për shkak të natyrës punës edhe kushteve të jetesës atje. Nëse kësaj jashtojmë edhe banesat e shtrejta që i paguajnë dhe kushtet në cilat jetojnë. Shumë nga ata më tregojnë që kanë banesën shumë të vogël dhe për fat keq kanë zakonisht edhe një fëmijë në dhomë aty. Dhe prezenca e një fëmije në dhomë e përkeqëson edhe më shumë atë jetën e tyre seksuale, dhe ato këshilla që ja japim ne është që me i plotësuar sa do kushtet, me i largu fëmijën prej dhome edhe me arrit kohën e qëndrimit bashkë. Sekstimi është një formë e marrëdhënies seksuale që bëhen përmes telefonit apo përmes rrjeteve sociale. Ata që janë atje, që janë bashkë, zakonisht nuk e shfrytëzojnë se kohën kur janë bashkë janë punë. Punat e ta shumë prioritet dhe mbikëqyrëse sigurisht që nuk i lejon me u nda prej kohës punës e me marrë me sekstim. Sekstimi është më shumë veti ose është dukuri ose përdoret nga ata që janë atje e kanë partneren këtu ose kanë partneren dikon larg. Edhe ata shfrytëzojnë sekstimin si formë e konsumimit të një farë marrëdhënie tyne për me majtë gjallë njëri tjetrin, për mos me pas nevojën me dal ose me kërku partner tjetër, po përmes sekstimit pra janë lidhje. Shumica nga ata shfrytëzojnë sekstimin për masturbim, pra i plotësojnë nevojat e veta fizike dhe seksuale dhe e marrin afër partnerin, janë në kontakt dhe njihet si formë goxha shpeshtë. Jo krejt e shfrytëzojnë sekstimin, duke ditë mentalitetin e popullit tonë, shumë nga ata kur i pyes për masturbim, njëherë
rrudhen edhe mendojnë çfarë më thon, a masturboj as masturboj, se njihen keq nëse thonë që masturboj. E lejmo për sekstim. Po ka disa nga ata që e shfrytëzojnë edhe sekstimin, pra spari për me plesu nevojat e veta, e dyta për me majt partnerin ose partneren ofër.